Është bërë sërish e nevojshme ndërhyrje për riparimin e drasave të urës së vjetër të Bunës. Shkak si duket për këtë situatë janë bërë lëvizjet e mjeteve motorike të cilët kanë dëmtuar urën. Qytetarët theksojnë se duhet një ndërhyrje emergjente për riparimin e drasave. Shumë e dëmtume, a kupton? Edhe s'ka kanë edhe ishto, po prep shumë e dëmtume, shumë. Ka nevojë mu bë, po inshallah po rregullojmë. Por inshallah do të vetë donte se probleme ka bë, plesna që kalojmë të fëmija, nuk ka siguri për asisan. E porosita të më shoq, i thash kujdesesh ura, të thyme, po na bjen këma brënda dhe po bëna sakat fleqt. Mandej da të këna mangut. Inshallah po e rregullojnë. Se nuk është në gjanë, se në përnja 4-5 drasa se këta prishin të kalu me motora, me gjana, prishin, po 4-5 drasa dhe normal është. Mjetet motorike e prishin edhe me vu këta. Të shtyllat që mos me hy karroca gjana, se nëse hynë gjithë që këto. Mos me lani ta si tha dhe Zoja. Mos me lani me kalu motorat, këta karrocet që kalojnë këta zotin kënejna. Ndonë se është ndërhyrë shpeshherë për riparimin e urës, sërish situata duket problematike, duke u kthyer në rrezik edhe për qytetarët e shumë që kalojnë në këtë rrugë. Ura vjetër e Bunës është ndërtuar në vitin 1889, ndërsa prej 10 vitesh është shpallur monument kulture.